Tani më ka filluar vaksinimi kundër gripit sezonal në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, të cilat janë furnizuar me vaksina. Gripi sezonal është një infekcion i rrugëve të sepërme të frymarrjes që përhapet lehtë dhe mund të shkaktojë komplikime serioze dhe vaksinimi mbetjet mënyra më efektive për të mbrojtur veten dhe të afërmit tuaj nga gripi dhe komplikimet e tij. Ne sot po vizitojmë qendrën kryesore të mjekësisë familjare për të parë nga afër se a është interesimi i qytetarëve dhe si po shkon ky proces. Kire e parë që po merr një vaksina? Jo, Që sa merr vaksina? po ka që 20 vjetë. A mendon që ka me ndiku mja largu gripin në mënyra ma e lehtë për me të kalu? Po, mu po më bënë hajrë. Sot që të shot mëti se ku marë, i ka ma shumë se 5-6 muaj, a një vjetë, sot një vetë që ka vakcina dhe më ka marrë të minherë. Kire e parë që po merr një vaksina? Jo, Që është sa? që 15 vjetë. A i rregull për I vaksina? rregull. A mendon që ka me ndiku të t'ju largoj gripin nga kjo mënyrë ma e lehtë për vaksina? Po, shpresoj se mos e ku marrë që 15 vjetë, po.